Rusia po përgatitet për një luftë të madhe me Evropën dhe ajo luftë mund të jetë shumë afër. Këto fjalë nuk janë të mia, por janë fjalë tekstuale të Andrei Kortunov, ish drejtor i përgjithshëm i Këshillit Rus për marrëdhënie ndërkombëtare, drejtor i tanishëm i Departamentit të Politikës së Jashtme Amerikane dhe zëvendës drejtor i Institutit Rus për hulumtime strategjike. Ky person, i cili me analizat e tij ka bërë me dije paraprakisht opinionet botërore se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, ka ligjëruar marrëdhëniet ndërkombëtare në disa universitete të njohura në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Nëse i referohemi analizës së Andrei Kortunov, pra, që vjen si një paralajmërim rus dhe që pasqyron logjikën e frikshme të epokës evropiane, atëherë ne kuptojmë se Evropa gjendet para momenteve më kritike, nëse jo nga lufta e dytë botërore, atëherë nga përfundimi i luftës së ftohtë, po se po.